Kush I vrau shpresat? Çka dëshiroj të diskutoj në këtë video, të nderuar miq që na ndiqni, përshëndetje kudo që jeni. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me ju. Ajo që më shtyri që këtë video material të titulloj Kush I vrau shpresat është situata gjithnjë e më alarmante që I ka kapluar shqiptaritë tona. Shqipni, Kosovë, Maqedoni, Lugin, Maltzi. Në lidhje me eksodin biblik të ikjes së pjesës më vitale të popullit. Po shpopullizohen trojet, ata po ngelin bosh. Unë që po ju flas, jam vetë nga ata që ka vite që kam emigruar në Zvicër, nga Maqedonia e Veriut. Kam të kryer fakultetin ekonomik në Prishtinë. Studimet për përkthyes dhe interpret kulturor në Zvicër. Dhe po ashtu studimet master për studimet të larta islame, po ashtu këtu në Zvicër, në Universitetin e Friburgut. Ti kthehemi temës. Më lejoni të sqaroj diçka që shumë kush nuk e përmend më. E ata që do duhet të përmendin këto gjëra janë po institucionet publike. Ajo që dua të potencoj këtu është çështja arsimore edukative, e cila ka filluar me fazën e të ashtu quajturit tranzicion politik, kurse viteve të fundit ka arritur kulmin e saj. Ju nëse flisni me 15 vjeçarët apo 15 vjeçaret të ne, dhe ju prezentoni një tekst të shkruar të cilin ata duhet ta lexojnë, do e shihni se po të njëjtit nuk e kuptojnë tekstin e shkruar. Ky është rezultati I gjendjes arsimore sot të ne. Por kush janë fajtorët? Do të diskutojmë dhasht Zotin ndonjëherë tjetër në lidhje me këtë temë. Por ajo që dihet është se këta të rinj ballafaqohen me një realitet socio-ekonomik që për ata nuk ofron asnjë perspektivë, asnjë shpresë. Ata e shohin dhe e përjetojnë se si prindët e tyre dhe sot e kësaj dite nuk kanë asnjë siguri sociale, qoftë ajo pensionale, qoftë ajo e punësimit, apo siguria shëndetësore. Ata po rriten me mentalitetin, po iki se këtu nuk ka perspektivë. Kjo agoni sociale I shtyn ata që të rebelohen, duke e lëshuar dhe duke e braktisur vendin e tyre të lindjes. Ky rebelim I tyre qëndron, sepse po ta shikoni skenën politike shqiptare, do e shihni se për politikanët tanë nuk ka rëndësi mbijetesa popullore, por mbijetesa e tyre partijake. Ata janë në gjendje të lidhin aleanca edhe me dreqin e mallkuar, vetëm për të mbijetuar politikisht. Ka kohë që atyre nuk ju intereson gjendja e popullit. Në lidhje me rebelimin e cekur më lartë, këshilla ime për ju të nderuar bashkëdhetar do të ishte: a thua ky rebelim do të duhej të drejtohej drejt atyre që me politikat e tyre dështake kontribuan që ju në masë të madhe të merrni rrugën e mërgimit, sepse në këtë mënyrë ata do të kishin një problem më pak, që I bie se juve nuk do të kishin ati pranë. Mendoj se revolta popullore disi ka kaluar në hares. Kjo revolt duhet të rizgjohet dhe të drejtohet drejt politikave që janë prezente në trojet tona. E kjo për shoqëritë që duan të kenë progres, pra një revolt e cila në vete ngërthen përmirësimin socio-ekonomik, nuk është shenjë mirë nëse kjo edhe më tuqje do të ngel në hares. Porosia ime për ju do të ishte mos ikni. Mos ikni s'paku me njëherë, duroni pak, sepse edhe ne që kemi ikur para jush, po të kishim duruar, kjo do të ishte për gjithnjë më mirë. Kjo do t'i shkonte për shtati vetëm vendit, kurse sot ne kontribojmë dhe vazhdojmë të kontribojmë, por kontributi ynë themelor është I koncentruar, I përqendruar atje ku veprojmë dhe jetojmë, kaq vite, ndaj edhe gjeneratat tona, fëmijët tanë, nipa e stërnipa, mbesa e stërmbesa,
ju pyes juve, vallë, nëse këta pensioner sot, që i kanë 80 e më shumë vite, 70 e më shumë vite, 60 e më shumë vite, nuk kthehen në vendlindje sepse kanë frikë të jenë të vetmuar, ju pyes juve, a thua vallë nipër i tanë, mbesat tona dhe stërnipën i tanë, njëherë do të kthehen atje. Wallahi, kjo është frika ime, prandaj një këshill vëllazërore nga unë, mos e lëshoni vendin, duroni, mbijetoni në një farë mënyre, përveç se nëse ka situata me të vërtet të cilat dikujt ja rrezikojnë ekzistencën fizike, për këtë e kisha përgëzuar ai apo ajo le të shikoj më tutje. Por ju që jeni të klasës së mesme, ju pse e lëshoni vendin? Mos ju bëni shërbim politikanëve, sepse ata me politikën gati 30 vjeçare e në Kosovë gati 25 vjeçare nuk ja dolën që spaku popullin të mban atje, por ajo shpërngulja, ajo ikje masive sa vinë edhe shtohen e propozimet, premtimet e tyre nuk kanë të ndalur. Unë ju përshëndes kudo që jeni, ju falenderoj për shikimin e kësaj video dhe nëse e pëlqeni, ju lutem të bëni pëlqim, juve nuk ju kushton asgjë, kurse për ne ka domethënie të madhe. Shihemi në videot e radhës. Zoti ju rujt kudo që jeni.